Përshëndetje, në lëndën e matematikës, tema mësimore matja e vëllimit. Pritshmëritë e orës mësimore. Kupton që është vëllimi. Përcakton mjetin matës dhe njësinë matëse të vëllimit. Tregon pjesën që zë sasia e lengut në enë. Po çfarë është vëllimi? Çdo leng zë një vend të caktuar në hapësirën e një ene. Masa e kësaj hapësire quhet vëllim. Vëllimi matet me disa enë të cilat janë të shkallëzuara. Njësi matëse kryesore e vëllimit është litri. Në orët më parë ne mësuam për trupat gjeometrik. Pra, trupat gjeometrik ne thamë që kanë vëllim. Vëllimi i tyre matet nëpërmjet përmasave. Njësi matëse e vëllimit të trupave gjeometrik është metri kub. Por jo vetëm trupat gjeometrik kanë vëllim, përveç tyre, vëllim kanë të gjithë trupat që kanë përmasa, si në rastin e konkretizuar dhe me figura. Por jo vetëm këto që ka zgjedhur mësuesja, pra çdo trup që ka përmasa, gjatësi, gjerësi dhe lartësi, kemi thënë që ka vëllim. Thamë që vëllimi matet me anë të enëve të shkallëzuara. 1 litër dhe litri është njësia bazë e matjes së vëllimit. 1 litër është i barabartë me 1000 mililitra. Ka paraqitur mësuesja me figurë disa modele enësh të shkallëzuara. Në figurën e parë një enë që përmban 250 mililitra dhe me disa enë të tjera që shoqërohen ku ka 1000 ml, 500 ml, 200 ml, 100 ml dhe 1000 ml. Përdorim litrin për të matur vëllimin në enët e mëdha dhe mililitrin për të matur sasinë e lengjeve në enët e vogla. Dhe në tekst, autori ka zgjedhur disa enë të ndryshme, të cilat i përdorëm për të mbajtur lengje të ndryshme. Për shembull, një kuti e vogël shishe ilaçes është e shprehur me mililitra, sepse sasia e lengut në të është e vogël. Një kovë është matet sasia e lengut me anë të litrave, sepse ajo nxë më tepër. Veprimtari në tekst. Ushtrimi 1. Gjej në shtëpi 5 enë të cilat ne i përdorëm për të mbajtur lengje të ndryshme ose produkte të ndryshme. Shkruaj ato dhe do të shkruash sa litra ose mililitra përmbajnë ato, duke parë dhe në ambalazhin e tyre, sepse produktet që mbajnë lengje shkruajnë dhe në ambalazhin e tyre sasinë që ato kanë. Për shembull, një shishe qumësht përmban 1000 mililitra. Një shishe me pije të ndryshme freskuse mund të mbajë 250 ose 500 mililitra e të tjera. Ushtrimi 2. Një kuti me leng mban 200 mililitra. Kjo kuti është e madhe apo e vogël? Do ta mbush ajo një filxhan? Do ta mbush ajo një gotë të madhe? Këtë ushtrim mund ta konkretizojmë dhe në shtëpi, duke e provuar konkretisht. Unë mendoj që kutia që mban 200 ml mbush një filxhan me leng, por një gotë, në qoftë se ajo është e madhe, nuk mendoj se do ta mbush. Detyrë. Trego 5 enë që përdor në shtëpi për të mbajtur lengje. Renditi enët nga ajo që mban më pak lengje tek ajo që mban më shumë. Dhe do të thuash për çfarë e përdorëm secilën prej tyre. Këtë veprimtari, nëse do të ishim në shkollë, do ta bënim së bashku, në pamundësi. Do ta bësh me një prej familjarëve të tu. Shihemi përsëri në orën tjetër. Mirupafshim.